çdo gjë që përsëritet në të njëjtën mënyrë zakonisht bëhet e mërzitshme. Protestat, dhe kjo është e disata në radhë, ngjajnë me njëra tjetrën, pothuajse si dy pika ujë, të njëjta janë mesazhet, të njëjtat janë aspiratat ose ajo çfarë kërkojnë të arrijnë, i njëjtë është edhe numri i pjesëmarrësve pak a shumë në kufirin e disa mijëra vetave, pra nuk kalon atë masën kritike që të duket proteste madhe, krahasuar kjo dhe me ato që po kjo opozit ka zhvilluar kohë më parë. A mund të themi që komponenti vetëm i ri nga protesta e fundjavës opozitës ishte reagimi i policisë dhe moslënje e protestuesve të ndiqen në liri? Kësaj radhe ka pasur 3 detaje të tjera. Njëra që ishte më kryesorja është që nëse më përpara, për të lexuar përtej komunikatave të përditshme të policisë së shtetit apo atë çka ndodhte 2 ditë, 3 ditë më pas në sallën e gjyqit, kësaj radhe ka pasur arreste. Gjykata ka firmosur masën e arrestit në Burg për 5 protestues. Pra ta theksojmë se na shpëtoj. E reja është reagimi i gjykatës, jo i policisë. Policia ka bërë dhe ne thamë reagimi institucional, kështu që kemi përfshirë. Dhe kjo është, po pra, mbas asaj ka ndodhur kjo. Çfarë ka ndodhur? Pse ju thash të lexojmë përtej komunikatave të policisë? Ka qenë një lloj strategjie e policisë në vijimësi për të dekurajuar protestat. Pra, të gjithë të shoqëruarit, keni parasysh të hymë në psikologjinë e atij të cilit e pret një fat të tillë, u merreshin generalitetet, u merrej një deklarim në ambientet e komisariatit dhe kur liheshin të lirë, në protestën e radhës, natyrisht nuk ishin këta ata të cilët do të mbanin molotovin në dorë, për të mos qenë përsëritës. Pra ishin targetet të tjera. Dhe kjo ishte e para. E dyta ka të bëjë me faktin që policia me të gjitha gjasat ka qenë informuar për bërthamën agresive të protestës dhe ka pasur një ndërhyrje të menjëhershme që në momentet e para që u quan në sekuestrimin e 3 apo 4 dyzinave me bomba molotov. Pra policia e dinte u ndodheshin. Pra ka qenë për hir të informacioneve paraprake që ka marrë policia. Me të gjitha gjasat. Unë kam pyetur disa burime të cilat ma konfirmojnë një gjë të tillë dhe policia nuk ka dashur të përshkallëzojë një gjë të tillë, pra të mos bënte zjarr fikse mbasi ndizej zjarri, po thjesht mos lejonte të ndizej. Pra ka anticipuar, i ka paraprirë këtij aksioni. Dhe e treta ka të bëjë me një goditje që kësaj radhe, dhe kjo besoj se është faulli i të premtes, me goditjen që gati ishte targetuar ndaj disa personazheve. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht në momentin kur u bllokua ky arsenal. U goditën disa nga deputetët e Partisë Demokratike. Në këtë rast, qytetarët nuk kanë diferencë me njëri tjetrin, qoftë një i papunë që proteston, qoftë edhe deputeti atje, por duket sikur ishin shënjestruar disa personazhe publik, një lloj sikur t'i njihnin portretet e tyre nga televizori dhe u goditën. Zoti Vangjeli, pse besoni se kësaj radhe në protestën e 7 të këtij sesionit protestave opozitare u duk sikur u përshkallëzua strategjia? Edhe rastet e kaluara ju keni qenë nga personazhet që në listën tuaj keni folur për disproporcionalitet të veprimit të policisë, që do të thotë se nuk janë treguar ndonjëherë as ekuilibruar as neutral. Kësaj radhe pse shkua në këtë crescendo? Pse ndroi strategjia? Vazhdoj ta besoj këtë gjë, sepse tani po luhen loja e nervave dhe tani në këtë moment mund të them se pak unë mendoj kështu. Tmerrsisht në mënyrë modeste që kjo më ngjan si një vënie në skenë e një loje luftash. Nga një anë, majoranca nëpërmjet policisë, le të themi, që interpreton skenarin e saj që bën sikur reagon fort, por në fakt vetëm kjo përmas dhune, të themi, i jep vlerë të gjithë protestës, sepse ndryshe ajo do të numëroj tek protestat e vogla apo të mesme nëse, dhe nga ana tjetër duket që një grup gjithmonë më i rrudhur i Partisë Demokratike është atje si për të treguar që bën adetin e radhës. E gjitha më ngjan një teatr sepse edhe policia e di që objekti që po mbrojnë, që është i rëndësisë veçantë, që në këtë rast është kryeministria, as nuk cënohet, as nuk sulmohet, se s'ka ndërmend ta bëjë askush një gjë të tillë.
edhe opozita bën si kur mblidhet atje për të treguar që shikon ne po kundërshtojmë. Pra ju po më thoni që kjo është një skenar ku të gjitha palët po bëjnë sikur? Po të lexosh pa. Po të lexosh në sipërfaqe. Në atë armiqësi që duket se është epike për jetë vdekje ndërmjet dy balozëve të politikës shqiptare, duket sikur këta i ndan vetëm shpata dhe gjaku. Dhe do të ndahen vetëm nëse njëri apo të dy do të binin për dhe. Në fakt më duket krejtë ndryshme. Krejtë ndryshme më duket se... Kjo do të vlente nëse do të ishte skenari tjetër në invers që nuk do të bënin sikur, do të ta kishin seriozisht objektivin. Marrëveshjet më të qëndrueshme janë ato të cilat nuk bëhen asnjëherë ballë për ballë, por që interesat e përbashkëta i bëjnë të jenë atje. Zoti Vangjeli, ka një marrëveshje? Ju thash pra, nuk ka një marrëveshje të shkruar, nuk ka një kartë të firmosur. Që nuk ka marrëveshje të shkruar në këtë e dim të gjithë, po ju pyes për një marrëveshje të nënkutuar ose një omerta që bëhet në distancë për interesat palë. Jo, nuk do përdorja fjalën omerta, se përdoret në të tjera rrethana, por qoftë zotit Rama, qoftë zotit Berisha, u intereson pikërisht kjo statu quo. Kështu siç është. Një lloj si lutja e hershme e pleqve që thoshin, Zot lere kështu siç është. Po mundet ta bësh më mirë, bëje. Po ti njerë për njerë lere kështu siç është. Të dyja palët janë të lumtura me këtë lloj statu quo-je. Pra, praktikisht ju po më thoni që kanë arritur në stadin që nuk kanë nevojë mas për kompromis. Se merren vesh edhe i din nevojat e njëri tjetrit. Kur të vit dita, po ndoshta do të vonoj kjo ditë, që disa nga dosjet më i kandeshente të spaku të shkojnë në gjykatë. Pra nga i moment të bjerë bunkeri sekretit, atëre shumë çka do të kuptohet. Shumë çka do të kuptohet që ndoshta e gjithë qeverisja e një vendi, dhe kur them qeverisje, nuk kam parasysh vetëm institucionin e majorancës, atë që merr votat për qeverisur, por dhe opozitën, që është një institucion po kaq i rëndësishëm, pa të kartën e shkruar në mes, kanë bashkëndar interesat të jashtëzakonshme me njëra tjetrën, interesa okulte, interesat të cilat i përkasin një grupi gjithmonë më të ngushtë njerëzish, që në fund fundit janë po ata që diktojnë kushtet e kësaj statu quo-je. Për momentin, Rama vazhdon të jetë kryeministër, për momentin, Berisha ka një pengesë formale që ja dikton një statut tashmë i shkelur i partisë së tij, për të rizjedhur dhe njëherë kryetari i partisë. Dhe për momentin, ju thonin shqiptarët do duhet presim për një kohë të pakufizuar me syt nga gjykatat. Pastaj është ajo pyetje që bëhet. Pastaj shohim e bëjmë ka perëndia. Derisa gjykatat flas, thot zoti Vangjeli. Zoti Sulo, a jeni edhe ju në sinkron me këtë ide që ndoshta të vetmet e risi vinin nga reagimi institucional dhe strategjia e përshkallëzuar, apo kishte edhe ndonjë risi që mund të llogaritet si iniciative dhe vetë opozitës që është autore e protestës? Jo, këto ishin, por unë do rendisja të parën dhunën ndaj deputetëve, sepse ishte një dhunë që bie dakord me kolegun Vangjeli, e cila ishte edhe e targetuar hollësisht, domethënë dhe imtësisht dhe në mënyrë precize, e ushtruar në mënyrë precize.